Një nga arsyet që ndryshon sot ndoshta sjellja e lojtarëve apo paraqitja e lojtarëve është edhe fakti që nuk e ka më kombëtari atë glamorin që ka pasur dikur. Po thënë se 99-ën thatë gazetar sportiv, po pastaj si u atashuat pra. Po, kryesisht tani duke qenë se futbolli më i ndjekur është patjetër futbolli, sepse unë Top Channel për shembull merrem me të gjitha sportet, nuk është se merrem vetëm me futbollin, por duke qenë se është futbolli me vëmendje më të madhe, sigurisht kampionat, ka qenë nga kampionati kombëtar ishte shumë më do shifeshin shumë ndeshje më rrallë se sa sot. Sot kombëtar mblidhet edhe më shpesh, nuk është se ka aktivitete janë shtuar, lojtarët janë shumë më të ndryshëm, ndërkohë që atëherë ishte eveniment shumë i madh mbledhja kombëtarës. Dhe Daniel Dalli, kam qenë bashkë me një kolegu tim Salir Nikun në redaksinë e sportit. U vendos që do shkoja unë. Thjesht një përzgjedhje rastësishme, jo se çështje meritash apo gjëra të tilla përballë. Ka qenë privilegj atëherë, derisa ishte një eveniment kaq i veçantë. Shumë privilegj ishte, domethënë që ndiqej ekipin kombëtar sepse thash, kombëtarja ishte gjë shumë e madhe. Sot për fat keq ndoshta Në një epokë pa viza, lojtarët e sotëm edhe ndoshta një nga arsyet që ndryshon sot ndoshta sjellja e lojtarëve apo paraqitja e lojtarëve është edhe fakti që nuk e ka më kombëtari atë glamorin që ka pasur dikur. Pra nëse do të ishte një lojtar i kombëtarës, por jashtë fillim viteve 90 ku kombëtarja ishte një reklam, një vitrinë që ta shiteshin jashtë, dikur në ato vite që kam filluar unë ta ndjej kombëtarën nga afër, ishin gjitha lojtarët më të mirë që luanin jashtë dhe ktheheshin me shumë dëshirë për të qenë pjesë e ekipit. Pra ishte shumë gjë e bukur dhe ne ato lojtarët duke përfshirë të gjithë këta sot duke përfshirë Iglitaren apo Raklin apo lojtarë të cilët si më thënë kishin bërë shumë mirë jashtë, vinin aty dhe ne ishin si idhuj, se ishim të vegjël për vete dhe futbolli sigurisht që kemi ndjekur në fillim në përshkallët e stadiumit, duke qenë thjesht tifoz dhe më pas ishinim ata që do na duhet i merrnim një intervistë, do na duhet i merrnim ti analizonim apo ti bënim ndonjë pyetje. Është paradoks fakt se arritjet më të mëdha e ka tani, që ka humbur glamurin.